Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamat I dërgojnë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë ata deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, secili njeri, secili insan, të cilën insan dhe njeri e ka krijuar Allahu Azza wa Jall, duhet t'i ketë parasysh gjatë jetës së përditshme dy parime themelore. Këto parime themelore kuptohet vlen për çdo insan, por vlen posaçërisht për atë që e ka besuar Allahun Azza wa Jall, për atë që e dëgjon këtë hutbë ose prezencë ose në forma dhe mënyra tjera të injizimit. Çdo udhtim që e merr njeriu normalisht nuk niset pa plan. Çdo lojë, futbolli apo çdo punë që bëhet në këtë dunjë ka rregullat e saj. Edhe ardha jonë në këtë dunjë I ka dy synime finale kryesore, dy parime. Nëse këto parime nuk zbatohen, nëse këto parime nuk çohen në vend, normalisht personi në fjalë ka mundëruar nga Allahu Azza wa Jall për shkak të mos respektimit të kësaj rregullore të këtyre dy parimeve. E ai I cili respekton edhe jeton dhe vdes me këto dy parime, ka në ushpërbly para madhërisë Allahut Azza wa Jall. Parimi I parë që duhet me ditë çdo krijesë njeri që ka krijuar Allahu Azza wa Jall është arsyeja edhe shkaku I ardhjes në këtë dunjë. Normalisht, hoxhallarët duhet me qenë si qenë, sidomos kur incizojnë fjalimet e tyre, qoftë audio, qoftë video, nga se mediat e sotme në përgjithësi, po flas në trojë shqiptare, me nxit që pritojnë apo me nxit që synojnë me gjet ndonjë fjalë të hoxhës gjysmake e pastaj kësaj fjale me I dhon bisht. Për dashuri duhet me sqaru në detaje, ka njerë me u vanu 2 minuta më shumë, se pastaj fjalimi del nga konteksti edhe qëllimi të folërit. E para pra duhet me ditë përse ke ardhur në këtë dunjë. Cili është qëllimi final? Përgjigjja është shumë e thjeshtë dhe jo mi bindur që çdo njeri e din këtë përgjigje, mirë po rrallë kush punon sipas saj. E nëse kjo përgjigje jepet shkurt, kemi ardhur këtë dunjë me adhuru Zotin, edhe me mirë me kaq, pastaj priti mediat me na sulmu, edhe me thonë që këta thrasin me u izolu në xhami. Këta thrasin veç me u fal, këta thrasin veç me minu. Nuk e dojnë punën, nuk e dojnë arsimimin, nuk e dojnë biznisin edhe shumë radhë. Për arsye duhet me ullon përgjigja plot që pastaj mos melon hapësirë me sulmu ai cili ka plan me sulmu Islamin apo fjalimin e hoxha. Allahu Azza wa Jall e ka definuar këtë punë në surën Fatir, tha Zoti xhelalu ala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk e kam krijuar njerëzit dhe gjinët për asgjë tjetër veçse që të më adhurojnë mua. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Nuk kërkoj nga ata që të më furnizojnë mua apo të më ushqejnë mua. Të nderuar xhamat, përgjigja është e thjeshtë. Kemi ardhur këtë dunjë me adhuru Zotin. Mirë po që kjo fjala adhurim, ibadet përfshin shumë gjëra, apo është shumë dimensione në jetën e përditshme. E para, si ti thush dikush, ibadet e ka për qëllim namazin e xumës, çashtu është. I ka për qëllim 5 vakte të namazit, çashtu është. E ka për qëllim haxhin, çashtu është. Mirë po e ka për qëllim ibadet edhe largimin e pengesave nga rruga. E ka për qëllim ibadet mos hedhjen e veturinave në rrugë, në sokak, në shkollë, në për institucione komunale, kudo që je, asni farë, asni lëvursh, hurme, asni diçka më thjesht, mos e hidh në rrugë. Një ditë me rastisha me hidh dikush gjerën tem, edhe e kthej kryetonë në gjatë, një sok I plastikës, e kthej kryetonë në majt, një çipsi, e kthej kryetonë në majt, shka pas, a ka hoqë, u mytë të folë për pasërti kjerën se pas këtë pasër. I thash, a gësosh unë për të ha sakëzin, se qeni gjamin me qi sakëzin. Për gjamin, për të ha bananën, nuk e qeni gjamin me qi bananën të, livorën, I lu mrenda, batë kjeri, ama pastruat, ama jo me ndot ambientin. Andaj, fjale ibadet adhurim, kemi arë këtë dunja me majtë rend, edhe mos të prish rendin, nga se Allah tha,
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mos bëni shkatrim tokë, hallakam tokë, pasë që ki lumi Allah ka kriju tokën të bukur, të mirë, të këndshme për të vepru, të këndshme të thot për të punu, edhe stabile për të qëlluar në te. Synimi i dytë, apo parimi i dytë, që duhet me e kuptu çdo krijesë, veçanërisht njeriu, edhe ai që e ka për një me e kna Zotin edhe me hinë xhenet është, jeta është me sprova o xhamat. Sidomos kohën e fundit, çka s'dëgjojmë, çka s'po flitet, çka s'po veprohet, çka s'po shkruhet, i drejti nuk përkrahet, i shtremti përkrahet. Fjala e mirë duket fjalë jabanxhi, e huj. Fjala e keq është e mirë se ardhur, dora trukitet, i kemi përzi konceptet, edhe kemi përzi parimet. Cili është ai parim? Parimi jonë është ai cili ka thonë Allahu Azza wa Jalla në surën Ali Imran: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju të cilët e keni besuar Allahun Azza wa Jalla, friksojeni Zotit që duhet me ju tut Zotit, edhe mos e keni ndërmend. Asnjëherë mos të shkojë mendja me vdek ndryshe, por nuk e qenë musliman. Për para ka qenë ma let me dek me iman. Për para ka qenë ma let me dek me shahadet. Se rrethonët kanë qenë të tilla. E keqa u kone izolume një faforme. Ka egzistu, ama jo me përmasat sotit. E keqa sot ka përfshi xhamin, ka përfshi familjen, ka përfshi oborin, ka përfshi sokakin, institucionin, çdo gjë ka përfshi e keqa. Për atë arsye, zorosh mu prenu, me thonë që jo musliman, po hala ma zorosh me dek si musliman. A parulla jonë, parimi jonë fetar është: "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Mos disni ndryshe, vetë duke qenë musliman, edhe duke thonë la ilaha illallah. Mos u bëni keq, pse krejt njerëzit ju mbos këqij. Mos fol keq, pse krejt po folin keq. Mos bën keq, pse krejt po bojnë kështu. Ti bëno ai kandilin ndryshues me vetëm qëllim që me çu parimin e Zotit ton, me mbajt rendin ton, përmes këtyre parimeve, me arë me leku i vdekjes, edhe me thonë tyje, hajde se keme u shku ka Allahu Azza wa Jalla. Pra, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Këto është dy parime kryesore që duhet mi ditë çdo kush. Pra, kemi ardhur këtë dunja me qenë rob Zotit, me qenë të edukum, me qenë të ndershëm, të arsimum, të ditur, musliman të mirë. E dyta është, çka do që ndodh, çka do që servohet, ne nuk e ndrojmë këtë besim, nuk e ndrojmë këtë iman, nga se është gjëja ma shtrejt për neve, e se ka garantua Allahu se kush zdes si musliman, ka me teku Allahu faqebar, edhe ka me hinë e gjenetin e Allahu dhe zë mëgjën. Ose të madhëshme i gjithdishëm, ti po edhin se qka është muzime këtë dunja, ti e ke shkru këtë moti kohë, o Allah ruj zemra tonë nga devijimi, pasi që i drejtova ato, o Allah në mundësot të kuptojmë rrugtimin e drejt për të këti, në formë reale dhe të drejt, o Allah në mundësot të kuptojmë të keqen që të ruhemi prej saj, edhe në mundësot të mësojmë të mirën që të punojmë si pasaj. Amin, amin, barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah, wa nafa'ni wa iyyakum fima qultum wa sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.